skandales do të vendosin në cilin krah do të qëndrojnë, në krahun pro apo në krahun kundër. Situata e parë, jam Arbri, jam 27 vjeç. Kam përfunduar fakultetin e juridikut dhe aktualisht punoj në një call center, punë të cilën e kam ushtruar edhe gjatë kohës që isha në shkollë dhe vazhdoj ende ta bëj. Rroga ime është 100.000 lekë të reja dhe jetoj me familjen. Nga ana e paraqitjes, jam i djalë normal, por nuk e di përse nuk më ecën fare me gocat. Sa po marrin vesh që punoj në call center, ato stepen. Ndërkohë, pjesa më e madhe e vajzave me të cilat kam folur, mendojnë që duhet të isha jurist ose të kisha mbaruar magjistraturën, pra të punoja në profesionin tim. Këto vajza janë përgjithsisht më të vogla se moshatarët e mia. Shumica e tyre nuk janë në profesion, jetojnë me prindrit ose ndajnë qeran me 3 shoqe, por për to, kjo nuk konsiderohet një problem. Problemi lind tek pritshmëritë që kanë ndaj meje, që unë të kisha një rrogë shumë herë më të lartë, shtëpinë time dhe të isha i sistemuar në profesionin tim. Sa herë hapet ky muhabet, u shpjegoj se nëse jetoj në Tiranë, nuk kam se të blej një shtëpi, derisa të kem mundësitë. Po ashtu, nuk e shoh të arsyeshme të punoj si një asistent në një zyrë avokatie për 60.000 lekë, ndërkohë që nuk kam arritur ende të mbledh mjaftueshëm para për të marrë licencën e avokatit. Kur më pyesin për makinën, u them se nuk kam se të blej një të tillë, pasi punën e kam përballë shtëpisë. Nëse më duhet të udhëtoj jashtë Tiranës, marr makinën e ndonjë shoku ose e marr me qera. Nuk e kuptoj çfarë pritet nga unë në këtë vend për këto femra, që nga njëra anë kërkojnë barazi, ndërsa nga ana tjetër presin që unë t'i mbaj financiarisht, ndërkohë që ato të ardhurat që kanë t'i kursejnë për kpuc ose për të bërë thonjë. Pra kjo ishte historia, çfarë do ndodhi tani është që këta do të vendosin nëse do të ulen në koltukun pro apo kundër, okay? Po, dakord. Unë jam dakord. Fillojmë tani me lëvizje. Shkënte proja. Blerta ka një hezitim. Megli që ka hutuar, e ke hutuar për qenë? Apo sa i ke tani? Ashtu është bota tani. Ka shumë të drejtë Arbri, Arbri të kërkoj llojin e vet, mos kërkoj Lloj vet a njeri i para, si mos kërkoj qishra se Që ndan qeral me 2 shoqe të shqitra në hell. Nuk pranoj me debatues duke folur Nuk Megli. janë gjitha femrat ashtu, fliste Megli. Fal Megli, fal. Atëre, ka nisur Megli me Kristianën, kështu Jo, që nuk toleroj në debat të flas me njerëz që thonë të marr llojin e vet. Nuk jena kafsh, nuk jena gjallësa, jena njerëz që. Okej, moderatori, unë e lejoj, kështu që vazhdoj Megli dhe Kristiana. Rregullatike, klasa 4. Hajde Megli. Ai moderatori ti? Jo, jam Pikërisht pra, Ai moderator. Megli dhe Kristiana, ju ishit të parat që morët fjalën, Po, do kështu që fillosh Megli? cili është argumenti juaj? Kemi një pro dhe një kundër. Atëherë, unë kam pas fatin shumë të mirë që jam rritur në një shtëpi që kam pas shumë meshkuj, kam pas vllai, kam pas babën, kam pas edhe kushurinë e mi edhe shokut e ngushtë. Dhe është bërë vërtet shumë e vështirë kjo pjesa që meshkët për të krijuar lidhje nga ana ekonomike. Pra, kam pasur meshkët në Shqipëri janë shumë inferior ndaj femrave në Shqipëri që hiqen dhe kanë një jetesë komplet tjetër që është bërë nga kjo jeta e Instagramit. Po, është vërtet. Dhe tani meshkët thonë unë nuk do të lidhem nëse s'kam një makinë, nëse s'kam jashtë, një çun mund ta marr një gozë me metro, edhe dalin ta një darkë bashk. Nuk është te makina, as te çanta, as te rripi, as te kputucët. Në Shqipëri, femrat nuk janë femër vetëm, më vjen shumë keq ta pranoj që kështu është bërë standardi i jetesës. Ti hap foton e profilit, ai ka foton e profilit makinën dhe krahun, edhe i shef që flasin. janë I çuni vetë vajza mirë, që vendosin që është shumë i paraqitshëm, që në kolsena mund të bëj një rrogë shumë të mirë, ne e dim që në Shqipëri, po s'pate një mik, po s'pate diçka punë, nuk fillon dot as shkollaj. Do ta ndërtosha vash, ai ndoshta ka dëshirë të kursej, pastaj punon profesionin e vet. Atëherë, kështu është më e vështirë, si do thot ai. Ajo jeton me mamë, jeton me 2 shoqe, po do të ikin Maldive me pushime, po vetë është pa punë. Vetë nuk ka punuar ndonjëherë. Të presi të kursej, të ndërtoj diçka për veten e vet, dhe të marrë atë lloj femre që i pëlqen. Si është lloj femra, plak, çfarë lloj femra është? Ma konceptoj çfarë do të thënë në lloj është shok, nuk ka shkafsh, a njëri është. Minuto Aldi, nuk të thaj njëri Aldi. Fjala lloj, çite fjala lloj. Hajde Kristian. Kur do thotë fjala Aldi, fol ti. Kristiana është fjala jote. Si e ke emrin? Ska rëndësi. Okej. Kristiana fjalën lloj kujdese na ofendon. Tash e harrova çfarë thoja. Vazhdo ju. Vazhdoj. Mos më ndërpriu kurrë. Fol, ç'buke. Mos më Të ndërpriu. lutem. Me logikë sa do të thoshte, Arbi do ishte me biçikletë. Tani Arbi mos ka thënë gjithë Çka ka princi anglisht që sillet me Të merret biçikletë. ndonjë metaliste që lëvizte biçikletë edhe
Të dali. No, ishte Benar. Ka i problem. Se ne nuk e dim, a ka mundësi ky të blej makinë apo s'ka mundësi? Jo, ky tha, unë nuk blej makinë, tha, sepse e kam punën, ky mori për shembull vetëm punën, tha e kam përballë shtëpisë. Por makina nuk është se duhet vetëm për punë, duhet edhe për gjëra Me tjera. qirafa, e marr shokut. Po. Do të thotë që ka lek. Ky ka mundësi. Përderisa e merr me qira makinën. Ka mundësi. Unë nuk jam dakord. Për shembull, për mendimin tim ai mund të kishte marrë, mund të kishte blej makinë, sepse e ka mundësinë, mos rri me makinë. Makina sot nuk është luks, është Nevojë. Po pra. Por për sa i përket kërkesave që kanë femrat kundrejt një mashkulli i cili ka një rrogë të mirë, ndryshe nga ajo që mund kishte në punën që mund të bote që ishte Po, asistent tani, avokat. ka këtë rrogën. Goca jeton në shtëpi me qira, me 3 shoqe. Atë qira në shtëpisë e paguajnë 3 shoqe bashkë që i bie nga 150.000 lekë. Aq, nga 100.000 lekë, po që 300. Brother i Kosovës, mo. Tani vjen këtu kërkon që ky çuni ndroj dhe punën, shko bohu thot jurist, merr 400.000 lekë ti, edhe hajde dalim bashkë. Është pa sens. Po arbër se më të të vogla. Gjesi doli fiks aty ku doja. Tani në histori ai thotë që këto goca janë shumë më të vogla se sa unë. Jo shumë të vogla. Nuk janë sa moshatare. Nuk janë moshatare. 20 sekonda përfundoi. Po pra mos 27 vjeç. 27 vjeç. 18 vjeç ka filluar universitetin. Juridiku është 5 vite. 23. 23. Është 27 vjeç, ka pas 4 vite mund të kishte bë, juristë të tjerë. Pastaj thotë, moshatarët e mia nuk I kap dot. Atëherë është impotenca ati nuk ka. Që impotencë më ja bën analizën se ai nuk I kap dot dhe merret me 22-21 vjeçar. Çfarë prej 21 vjeçar që ka nga rreth dhe zëm, ti ofroj atë. me këtë stereotipi unë nuk toleroj. Nuk toleroj. Me këtë stereotipi. Nuk është nga rreth. Nga ke ardhur. Nga ke ardhur nga rreth. Ti ja kanë nga rreth. Ata kanë nga rreth. Çfarë do të thotë? Çfarë brenda 21 vjeçar nga rreth? Po por luam. E Blerka, megjithëse po kërkoje fjalën. Faleminderit. Se s'kam nisur akoma me sa duket. Dgjoj, doja të shkoja pak tek ajo që tha Desi. Një njeri nuk e identifikon shkolla dhe profesioni, sepse ti mund të bësh një shkollë tjetër dhe profesioni ai që ty të jep të ardhurat mund të jetë diçka komplet tjetër. Dhe kjo nuk e bën të paaft arbrin, mos gaboj me emrin, të paaft në ose të mos ketë mësuar ose të ketë qenë I zotit e shkolla që ka bërë, sepse nuk ka gjetur punë në profesion. Por ka pasur kohë. Por nuk e dim nëse është ajo çfarë ka dashur të bëj apo jo, sepse ti kur hap bukë dhe paguan faturat në fund të muajit nuk I paguan me diplomë, I paguan me të ardhura. Dhe nëse ty të siguron më shumë të ardhura call center, do shkosh call center. Dhe kjo nuk e bën të paaftë atë çunin. Unë për vete dua të jem shumë e sinqert. Potencën e kisha vetëm për moshën. Po. Fakti që s'merr me moshatarë. Unë kam qenë personalisht nëse do më pyesje përpara 3 viteve, kam patur një qëndrim komplet ndryshe nga kjo. Por më ndryshon sepse me kalimin e moshës ti kupton që ca gjëra ndryshojnë dhe paftësia e tij nuk është të mos zgjeturit punë tek juridiku. Ai ka zgjetur të bëj lek. Ai bën me call center. Bën ai shumë, e kupton? Ose impotencë. Po, shavash. Ai di që vllai im ka bë 5 vite shkollë për stomatologji. Nuk e bëri fare profesionin. Bën më shumë lek me këtë. Ka punu lloj punësh, vetëm stomatolog nuk ka punu. Pse? Se thonte, unë nëse filloj punë stomatolog, do të punoj te dikush tjetër, sepse ata që bëjnë shumë lek si dentista janë të vetët, janë me fisin, nëse ti shkon si asistent, do marrë shumë pak lek. Dhe si një mashkull në Shqipëri gjithë e dim që është shumë e vështirë, se nuk kemi jashtë që ne ndajmë 50-50, po jemi në Shqipëri që mashkulli është provider. Dhe mashkulli pra aq kohë sa ka ambicie dhe e shef se ku do të jetë në jetë, nuk ka rëndësi se si e nis derisa të arrijë aty ku ai do. Ka rëndësi të ketë ambicie dhe vullnet. Se është call center, se punon me emailë në back office të një kompanie. Nuk ka rëndësi për aq kohë sa ai është eager dhe don ta bëjë atë gjë. Është problemi I ne vajzave që kemi vendosur një lloj standardi në shekullin e 21 që çuni duhet të ketë, jo nuk ka qenë gjithmonë. Po jo s'ka qenë gjithmonë. Mashkulli provider Jesse ne kemi bërë edhe pa manualit të diskutimin që nuk do të thotë që të paguaj ty thonjt dhe parukerirat dhe gjërat. As fakti që ai do të eci me biçiklet nuk e bën atë më pak të zotin, është zgjedhja e tij. Mendoj unë. Fal, bëm me fol. Nuk marrë frikë Okej, mirë. do gjem pak Aldin edhe do kalojmë te grupi kundër. Nga një libër që kam lexuar dhe nga histori për shembull nga mbretërit më të pasur. Është ajo pjesa që gjithmonë mbretëresha e tradhton mbretin në kontroll.
Në këtë rast, me Kopstarin, do me thënë, mbretëresha mor Kostian, në këtë rast, nuk do shru me lek të mbretit, ose lek të kishte nëse do ishte kështu, por të ban njeriu karakter jo të ban të pasur. Karakteri, se si do karakter, ke 1 milion lekë, ke 1 milion lekë, valla ndoshta mi e gjithë shpenzimin ngelin 50.000 lekë, po unë atë 50.000 lekë që do ta harxoj me ty. Për mua shumë ofenduese në radhë harxhi se si vazhdoni. Dhe ma të 50.000 lekë që ke o vlla, ndoshta atë vajzë që e ke në krah ban ma të lumtur se po e morën makinën dhe si thu 2 llafe dhe i thua hajde qesi dark, flet 2 llafe dhe e çot e shtëpia në fund del me dashnore. Shko direkt te pamja, dhe s'do të mirë te pamja. Është ideal, nesër mas nesër mund t'jetë pronare ti call center. Sa i mirë mane sot a miliarder, por e ka nisë ka tregu historinë, e ka nisë. Ja, nëse ka rregulla vlla, thuj shara. Ja keni Kristën historisë të festi. Do kompaninë vet tani. Okej, do të pyes pak Adin. Aldi kush ka Jo, çamë pyetun Smarova vlla. Smarova. Po jo se s'vjen. Pse ka dhënë 3 libra të tjerë? Okej, gjithaj Po flet Aldi. Po. Ai djalin s'mund të jetë pronar call center, siç është zoti sa i mirë masa biznesmen dhe e ka nisë te qytet studenti thotë tu shi qofte. Shtishte Gjesin atë mosh, do kishte ai ko sa i mirë se si e qofte te tipa diva hasla botit ashtu. Desi tha për shkak kishte kohë ai, po në një punë tjetër, kështu ishte si ishte? E kishte kohë për të fokusuar tamam tek profesioni vet. Profesioni që kishte në pa, vet. Nëse te profesioni vet, ai do merrte 1 milion lekë rrogë, ndërsa call center merr 2, do të pëlqente? Ti po merr një rast specifik dhe normalisht Ai do përfundon magjistraturë e tjerë. Ai do synonte jo jurist, do synonte gjyqtar e tjerë. Shumë okay, në këtë që sapo theti, bie dakord do merrte më shumë call center. Tani 20 sekondë ta përfundojmë, po ta përfundojmë. Ta mbaroj. Unë tani kur diskutova Askush nuk flet përveç Desit. Kur diskutova tani këtu thash për impotencën e kisha vetëm për pjesën e moshës. Pastaj kur thot Aldi që Sajmir Mane ka pas kohë, më thon ka marr në fillim ka fillu tu shit qofte qafe, tani është bilioner, të njëjtën gjë, të njëjtën ambicie si shteti që mund ta kishte. Vlla jot mund ta kishte edhe ky 27 vjeç. Kupton? Një sekond. Ai tregon egoist. Ambicie për të nis, për të marrë një makinë thotë kam punën përballë. Nuk makina e thebete ti nuk të duhet vetëm për punën përballë, duhet për çdo gjë. Po pra, ambicie ti i krijon lekët nga 18 deri 27 i krijon lekët me marrë makinë. Ka thënë e para, e dyta. Në raport me Movici ka tha makina s'duhet. 27 vjeç, nuk gjeti dot, nuk kapi dot një moshatare të vetën, prandaj them është impotencë e gjatë. Jo, me një sekond. Që nga 20 vjeç që lidhen me burra nga 40-50 vjeç, nuk i bën kjo moshën jote. Po flas për mashkullin, po flas për point of view. Më pak të aftë merret me vajza më e mashkullit. Ai 27 është nuk po flasim për një mashkull 40 vjeç. Jo, 27 vjeç, 27 nuk ka të ditë. 26 e ka thënë më. Jo, nuk e ka thënë moshën e vajzave. Po kjo se bën atë më nuk e di se çfarë vjeç, se sa i po shkonte një grup vajzash që kaq mundësi kanë. Po jo, ka pra tash. Ju lutem, çfarë pret ai tash? Atë lutet tash. Për ambicie ku ka pas 18 ditë, sa ka pas kohë me kriju diçka. Një sekond, ai po thotë. Sa tregon historinë. 9 vite kostet 1 milion lekë rrogë në muaj, diçka më shumë. Unë me Desin jam dakord për këtë pjesën e moshës sepse është ti nëse je 27 vjeç dhe ke kaluar, për shembull ne marrim edhe ne këtu në Vil, për shembull unë Klea që është 20 vjeç, unë nuk përshtatem me Klea në shumë mendime që e kam shoqë. Unë, po dhe një mashkull më i madh që do merrej me Klean, një mashkull 30 vjeç që do merrej me Klean, pavarësisht që Klea është goxha e pjekur në moshën që ka, do ishte pak e dyshim, mund të jetë një rast, por nëse ti e ke serial këtë gjën që ti merresh vetëm me femra 20 vjeç, do të thotë që ti nuk ke kapacitet dhe je inferior, dhe nuk ke vetë besim të shkosh ti klasës. Gjashtë vjeçare. Ne po derivojmë pak nga tema, se tema nuk është mosha e të çunit, por është ana po ndikon. Mosha është ndikon. Po jo, nuk është mosha. Ndikon më shpirtin. Më fal pak. Gentit e ullur të divani kundër. Unë thjesht po enjoya dhe thjesht unë kam qef që t'japim mendimet secili, po jo të analizojmë situatën aty, siç tha dhe Aldi që se nuk e di se si ka hallet tjetri. Kaloni pra shpirë. Unë thjesht jam kundra për faktin që ai tregohet egoist, po ndërkohë vlerëson edhe emocionet, e kupto.
njeriu në një anë duhet fokusohet. Ajo do fokusohet që të bëj lek ose do fokusohet që të kapi atë gocën, plus është edhe fakti që ai është 27 vjeç edhe merret me femra të tjera që ai bën. Si ka mundsi? Falë pra, po 27 vjeç sa jeni si solla. Po mirë, një moment si ka mundsi egoist, se të bësh egoist ndërkohë ti don edhe do të puqesh me një femër, e kupton? Okej, Po që vllazë, si më thanë, një shumë. Po më si ka o vlla, unë boha video. Si ka mundsi, po gjykohet ky çuni për zgjedhjet e veta që ka për femra. Dhe nuk gjykohet goca që Po gjykon ai më në fillim. Po jo më se nuk gjykoni moshën, historinë duke gjyku. Po normal, më 27 vjeç. Se ky 27 vjeç ka qef 25 vjeçar, 50 vjeçar. 25, ja. Një moment, Desart, Benar, një moment. Ajo, gjithë universitet, ai ka 7 vjeç që ka marrë, në rregull? Mendimin tim është për mua, është një femër Një moment sepse po thellojmë shumë në vetëm në një pikë të historisë. Okej, na bane pyetjen. Okej? Tani pyetja ime është, ku fillon barazia dhe ku mbarojnë këto norma tradicionale në rastin e Te libri e thotë shumë bukur. Jo në libër, dua mendimin tënd. Ta them diçka, si fillim desha me thënë fjalin që s'mula. Për Jo, mendimin tim, dua të një më japësh femër përgjigje për këtë pyetje. stepet nga profesioni një personi që është i ligjshëm, është gjë okay. Për mendimin tim, është e pasigurt të vlla, sepse ti nëse je një femër independent woman dhe ti i din vlerat e tua vlla, unë punoj, unë ban, unë thej, unë mund ta siguroj mirë jetesën time, edhe ai mund ta siguroj jetesën e vet, hajde puqim dashuri vlla, por çfarë do të mos step? Shife personin tjetër karakterin vlla. Edhe pse nuk e di qëndrimin tim këtu. Po, të barabartë vetëm para ligjit do jenë gjithmonë mashkulli me femrën. Asnjëherë. Jam shumë dakord. Jo, hajde kleka ne pra. Hajde kleka ne vlla. Një sekond. Barabartë punon dhe ti. Punon dhe ti. Po sigurisht vetë jetesën, do ta shikosh te djali. Mirë që jeni në jetesën. Mund ta kesh dhe ti makinë. Nuk je 20 vjeç, mami ka të shtëpia tu. Te bab çka ke? Unë mamin e babin do ta kesh për ditën. Okej, nuk marri mamin e shoqes, po. Moderator. Po rrimë vetë. Me familjen do rrimë barabartë, vetëm. A di kur e kupton kur je rrit? Kur do me ne me familje, kur tu dominga familja, familja baba nana, është familja, më çau zemra për të. O Perelini. Jesi, do ta konsideroje Arbrin për shembull? Absolutisht ja. Shmira gjë ka janë shkuar. Çu ka Po nëse ai është djali, po nuk thash ka biçikletë, Çu me bëni Si të prish kjo bicikleta, si të prish Më fal. A e kuptoni? Ti ke ikë nga shtëpia jeton me shoqe? Megli. Çfarë si ta më shoqit? Aldi. Ora i viçi. Fal. Veç historina sa. Jo. Kërkoj falje. Jo. Falë vëlla. Flet Jesi, je përgjigjen, pastaj kalojmë te Blerta. A kisha unë o burr, a kisha folë unë. A nuk unë se di. Kur të drejtova ai shefi. Sa vjen fisja unë. Unë tash. Ha, fal. Harrova tash. Ja, vajta. Kur dis para. Ja, kisha pyetje tjetër. A do e konsideroj Arbrin? Ta. Tani Arbri mund të jetë çuni më i mirë, mund të ketë zërin më të mirë, mund të bëj shumë për mua e ku di unë. Po unë duke qenë se jam një femër që jetoj vetë, punoj vetë dhe gjitha me radhë, nuk pretendoj që të kem një mashkull që ambicia e tij për të pasur një makinë është vetëm për të shkuar në punë. Më dhe ai vetë Çfarë do makinën ti? Ku do të jetojë ti? Vetë jetojë. Vetëm për punë. Po pse mungesa ti vetëm? Më fal. Ke pas ti vështirësi. A familje apo bole. Me radhë. Ta përfundoj se me moshën 27 vjeçar, po unë jam 24 dhe kam rrotull 3 herë sa Arbri. Nuk pretendoj që kem Arbri 27 vjeç me atë rrotull, kupton? Më fal, nuk Në qoftë se Arbri është 27 vjeç. Jo prit. Në qoftë se Arbri po Një djalë me milion lekë s'ka konsideroj. Kur ta them tek këto. Në qoftë se Arbri është 27 vjeç, më mjaftohet me 1 milion lekë të vjetra. Kush tha mjaftohet? Nuk e pretendoj. Sot më e Se tha mjaftohet. Po marrin një rrogë me sata. Mos ta thuj Ka 9 vite, 9 vite me milion. që ta kem Arbri. 9 vite, ka 8 vite se Ka 9 vite. Unë pretendoj që ta kem Arbrin burrin tim nesër pas nesër dhe Arbrit më mbaj familje me 1 milion lekë.
Okej, Po kjo s'do të thënë se mund mos ma pesë. Ai është ambicie ka është për të kuptuar të makinën, veç me ikën punë, po Se për çfarë do makinë? Për çfarë do makinë? Medalë me shtit. Po, për Okej, çfarë? flet Blerta. A thota ja marr shoku. Flet Blerta. Po, do të thë kërtill. Për mendimin tim vëlla, mi vu. Për mendimin tim kur ta kërkoj unë. Okej, do marr. Ja vu medalë unë se kuptoj. Moj veni frek ti. Ose më po ka modernim. Bashkë dhe gjanë nxehtëse të them unë. Jo. Blerta. Po flasim për Vetëm moshën dhe për arritjen. Po flasim për një dhe po i referohemi një mashkull 27 vjeç, sikur po flasim për një mashkull 47. Dhe se ai sot bën 1 milion lek, ty nuk të tregon asgjë që ai mashkulli nesër nuk do ta trefishojë ose 4 fishoj. Po unë presa. Sepse po jo. Po ai pse më të pyet ty nëse si ban ti? Po ai që merr 10. Ai zonja vetes ose merr muaj, po jo. Po flet, po Sa të fol për ty vëlla. Ajo çfarë mendoj unë që duhet parë në këtë rast është ajo që farë tha Megli, që çfarë ambicie dhe egoje ka. Se nëse është një njeri që do të rrinë vend, nuk ka për ta çuar kurrë atë 1 milionshin, as ta trefishoj, as ta Ai s'de trefishoj. makinë. Ai thot, Por Ai s'de makinë se ka që ne parë. nisemi nga fakti për të refuzuar një mashkull a ka biçikletë në momentin që ti e njeh, unë nuk dua të bëj kështu si robi mirë, se ndoshta as unë nuk do e preferoja një çun po të më vinte me biçikletë ose ku ta di unë, po unë nuk jam dakord me përgjithësimin që i bëhet si ne ngocave për gjithë çunat. Pra, nëse ai ka rrogon 1 milion lek, nuk bëhet. ne po flasim për ambicien që i me rrogën 1 milion lekë. Po pra moj ke si Sot e ka 1 milion lekë. Sot Sot e ka 1 milion Po lekë. 27 vjeç sot jemi në 27 Shqipëri. sot është 27 Sot 27 vjeç. A gjithë e Dhe ai ka 1 milion lekë rrogë. Po çaj sot në makinë duhet për të që ka punën për balla çka? Njerëzit kanë një cikël në jetë. Ti fatmirësisht ke arritur të bësh 3 milion lekë duke qenë 24 vjeç. O Xhesi, po pak respekt zemër, sa ta paroj unë, lutem, po Po çaj fel mua. Po bani shoku. ti ke fatin e mirë dhe ke punuar shumë fort që 24 vjeç po arrin të bësh shumë lekë. Po si di rrethana ti po si mindset si arbrit. Sa njerëz kanë një rrugtim pak më ndryshe dhe kjo nuk tregon asgjë që arbri nesër pas nesër nuk do bëj 5 Po fishën pse asaj duhet çfarë unë ti të bën presar sot. arbrin për nesër pas nesër kur unë arbrin po një Po, merre një fenomen jo ti. Merre si fenomen. Okej, si janë falë, e merr vetë 3 milionë zë. Okej, Aldi. Për çfarë duhet me prit një djalë ti asiguro ke vetë gjanat veta, se pse duhet ti që kur njeh një djalë, pse kur ti do të Sepse unë nuk dua që të kem dominancë asnjë fushë, nuk i shoh partnerin tim. Sepse nëse kam dominancë, nuk dua, më thon oficiale. Okej, vetëm një moment ta mbaroj se nuk se merr dëgjoj. 1 milion, ti se ke nisë me 3 milion. Unë e kam nisë për shembull rrogën, po flasim hapur. Kam me 250.000 lekë. Të vjetra. Kam një, po. 25.000 lekë. Kam kalu a ba 500. Kam marr 1. Kam vazhdu ka marr 2. Kam vazhdu ka marr 3. It's fucking ambicie. Nga një rrogë minimale, është bën një rrogë shumë e mirë. Sa vjeç je pra? Prit, ai person që mund kem qenë unë të fol atëherë një vajzë dhe më thënë mua atëherë se ti merr 250.000 lekë rrogë dhe s'do të pres ty. Ke qenë 17 vjeç atëherë, mor bu. Ashtu aty dhe unë nuk ja hap derë. Sepse ti. Një moment. Pyetja të fal seriozisht. A di më fej kur. Edhe një pyetje dhe Edhe në rol nuk është kaq fej. Se Kesiana tha, unë nuk do e pres, atë unë do iki. Ha, se ai merr më pak se unë. Ishte kështu? Po që nëse ti njeh Sepse nëse do isha nëse ti 18 njeh viçun që merr më shumë se ti. A do të presaj ty? Edhe ai të thot, unë nuk të pres ty. Ha, vjen mirë? Rregull mirë pafshim, rrugën mbar. Pse çfarë jam Nuk e pa tjetër në shpirt. Ai nuk ka problemin. Nuk e problemin. Arbitri pa në kod për femra. Femra s'pan kod për arbitrin. Se se marrë pra se ka ti për marrë para ty zora ime. Unë iki në le. Jo, zemra, jo, prit, se do të them. Nëse unë do isha 18 vjeç, unë arbrin do e konsideroja. Unë në këtë moshë jam, unë pretendoj të shoh dikë. Se keni bën muhabetin, çkojmë lidheni. Jo. Sa ke rrogën di vak. Nuk po A çen të mos. Se ti je fjalë dhe ti Apo pyesje mua. Apo pyesje mua. Apo pyesje mua. Flet Xhesi. Ore filmat më të bukur ti në mund të Xhesi, jo, flet Po e Xhesi. dëgjom Flet histori Xhesi. nga fillimi, ai tha që kam që në shkollë që punoj call center. Do të thënë, I bie ka qenë shkollë vëlla, ka qenë shkollë dhe ka punu. Po pra, It's a fucking ambitious ai ka që 20 vjeç, Edhe në shkollë, edhe në shkollë, edhe punë, që gjysa këtë se Po ka njerëz të tjerë që janë në shkollë dhe rritin shkollë dhe spunojnë, aty duhet dhënë dorë, apo më zemër. Se ka njerëz që nuk e suportojnë prindrit për paguar shkollat, nëse do, nëse jeni shumë të cekta me këtë. Nuk ka lek, ka punuar dhe ka bërë shkollën. Tani duhet ta gjykojmë kemi që ka punuar call center. 20 vjeç. Bravo qoftë, ja dorë. Ndërkohë që Ndërkohë që ti dhe unë ka paguar shkollën babi, aty
ka paguar vetë. Jo, deri në fund. Ndërkohë, mund të mbaronte 23 vjeç juridikun 5 vite, mund të fillonte punë 600.000 lekë me asistencë dhe se mund ishte Po pse mund të fillon ka punë 600.000 lekë për çfarë? Po ti me milione s'po të kënaqin me mirë. Fillonte punë 23 vjeç me 600.000 lekë dhe mund të bëj avokat sot që 1 milion lekë merrte për 2 seanca gjyqi. Kështu që e vjen që Arbri ka bërë është që ka portuar, ka zënë një zonë rati ke shtëpia mamit dhe babit që i bën buk mami, i la rrobat mami, hap fut fle me mamin aty. Ka mami normal, çka ka me flet me mamin? Mami. Si po e flisi sikur a fle me ne me mamin. Jo se kur vjen puna mami ja bën kështu.